أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين Falënderimi takon Allahu Gjelle Gjelaluhu I cili na e mundsoi që edhe këtë vit të arrijm muajin e bekuar të Ramazanit. Muajin të cilin Allahu Gjelle Gjelaluhu e zbriti fjalën e tij, librin e tij fisnik, Kur'anin. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Allahu e zbriti këtë libër I cili është udhëzim për mbar njerëzimin. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Posaçërisht ky libër është udhëzim për besimtarët e devotshëm. Çka nën kuptojmë me fjalën saum në aspektin gjuhësor? Përderisa Allahu Gjelle Gjelaluhu ju drejtohet besimtarëve musliman me urdhër për të agjeruar këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Duke thënë Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu ju drejtohet besimtarëve duke I ngritur dhe pranuar imanin e tyre, besimin e tyre ndaj Zotit të tyre që se kanë pa mesit në jetën e kësaj bote. Por ata besojnë me sytë e zemrës duke I pa argumentet anë kanë të cilën e rrethojnë besimtarët se s'ka mundësi të ekziston e gjithë kjo gjithësi vetvetiu pos një Zoti krijues I cili ka krijuar gjithçka. Prandaj tha u është bërë farz obligim agjerimi, muaj I agjerimit, ashtu si u është bërë farz me drejtsinë e Allahut gjithë popujve më herët të cilët ishin para jush. Fjala saum në aspektin gjuhësor për ta zbërthyer dhe kuptuar kuptimin rrënjësor të saj, ka edhe mirësitë e saj edhe nga gjuha, që ne na jep të kuptojmë shumë. Fjala saum në aspektin gjuhësor është mutlaqul imsak, që do të thotë abstenim absolut. Njeriu të abstenon, të ndalon me gjymtyrët e tij të trupit. Këtë mësmiri na elaboron Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'anin e tij fisnik përmes Meryemës alayha salam, ku ajo lindi djalin e tij profet, të përzgjedhurin e Allahut Isaun alayhi salatu wassalam, e që populli I saj në atë moment ata e akuzuan Meryemën alayha salam duke shpifur mbi te sa ajo është e pamoralshme dhe pandershme. Si ka mundësi që një grua të lindë foshnjën e saj pa burin dhe bashkëshortin e saj. Duke haruar se Allahu është I plot fuqishëm, duke mos dashur besuar në fuqinë e Zotit madh, I cili Allahu Gjelle Gjelalu tha Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Shembulli I Isaut alayhi salam është sikur shembulli I Ademit alayhi salam. Pse duhet habitur njerëzimi? Allahu atë e krijoi pa nan dhe pa baba, e kurse Isaun alayhi salam e krijoi vetëm prej një nane, e krijoi vetëm prej një gruaje. Allahu Gjelle Gjelaluhu duke e mësuar Meryemën alayha salam se si ajo të ballafaqohet me popullin e saj, duke treguar dhe duke përmendur dhe përdorur fjalën e saj, fjalën saum, abstenim, duke thënë inni nadhartu lirrahmani sauma, unë jam betuar, jam besatuar me Zotin tim të gjithëmëshirshmin se sot len ukellime al-yawma insiya. Sot nuk do t'i flas asnjë njeriut dhe nuk do t'i jap argument dhe nuk do t'i jap arsye sepse un kam lindur pa bashkëshort dhe se un jam e ndershme, këtë do ta argumentoj Allahu Gjelle Gjelalu. Prandaj fjala saum, agjerim në aspektin gjuhësor, do të thotë abstenim me gjymtyrë të trupit. Ndërsa në aspektin terminologjik, në aspektin sheriatik, sepse na agjerimin e bëjmë madhërim për Allahun Gjelle Gjelalu,
duke respektuar urdhërin e tij, farzin e tij, do të thot abstenim i njeriu nga ushqimi dhe pija dhe marrëdhëniet e tij bashkëshortore prej imsakut deri në perëndimin e diellit, deri në iftar. Prandaj ulemat islam në këtë çështje kanë nxjerrë një dobi faide të madhe dhe kanë thënë mënyra e jetës dhe ajo cilën e bën jetën e kësaj bote është ushqimi, haja dhe pija e cila e mban jetën njerëzore të gjallë në tokë dhe shtimi i llojit njerëzor në tokë. E përse Allahu xhelle xhelalu pikërisht në muajin e Ramazanit i ndaloj ushqimin, bazën e cila e mban jetën të gjallë në tokë dhe jetën lloj njerëzor në jetën e kësaj bote përmes marrëdhënieve intime. Kështu Allahu xhelle xhelalu don me na mësu dhe don me na tregu dhe don me na bën që të arrijmë qëllimin e muajit të Ramazanit, se njeriu përmes agjerimit, duke abstenu nga ushqimi, duke abstenu nga marrëdhëniet e tij intime, ai do duheshte dhe gjithë qëllimi kryesor i agjerimit është la'allekum tattaqun, ju të arrini devotshmërinë në tokë, të mos jepeni shumë mbas jetës materiale, të mos jepeni shumë mbas jetës individuale, nga se njeriu përmes ushqimit e ushqen vetëm veten e tij dhe është i dhanur për ta shtuar vetëm llojin e tij familjar, por njerëzimin e rrethon bota më e gjantë. Njeriu nuk jeton vetvetiu. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allahu xhelle xhelalu e bëni të hijeshme dhe të bukur, të lulëzon kjo botë me ndryshimin e njerëzve, llojeve të ndryshëm të njerëzve, mendimeve të ndryshme, racave të ndryshme, li ta'arrafu, që të njihni njëri tjetrin, të ndihmoni njëri tjetrin, të mësoni nga njëri tjetrit dhe të merrni fitoni nga mirësitë dhe begatitë të cilët Allahu ja krijoi çdo kujt tek njëri tjetri. Prandaj kush janë muttaqun, o Zot, kush janë të devotshmit, të cilët na duheshte me arrit këtë gradë përmes agjerimit, përmes muajit të agjerimit. Allahu tha në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir, wal-yawmil akhir, wal-kitab, wan-nabiyyin, وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله جل جلاله tha, nuk është mirësia e krejt fesë, nuk është qëllimi i krejt fesë. Ju si individ të faleni drejt Zotit tuaj vetëm në namaz, kahlindja dhe perëndimi. Nuk është qëllimi i fesë vetëm ti të gëzosh të mirat e jetës kësaj bote. Nuk është qëllimi i fesë vetëm ti të arish në jetën e kësaj bote. Nga se jeta jonë është e ndërlidhur me të tjerët, është e ndërlidhur dhe me mjek, është e ndërlidhur me hoxhallar, është e ndërlidhur me ndërtimtar, është e ndërlidhur dhe me bujq, është e ndërlidhur me prirës të shtetit, është ndërlidhur me ushtri, është ndërlidhur me polici. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Nuk është qëllimi i fesë ju si individ të jetoni. Mbas Ademi alayhis salam ku zbriti në tokë, ai nuk shijoi mirësitë e dunjas, edhe pse gjithë dunjaja ishte në krah të tij, sepse ai ishte i vetëm, por mirësinë filloi ta shijojë atëherë kur u takua me gruan dhe bashkëshortën e tij, atëherë kur filloi jeta të lindin foshnjët dhe fëmijët e tij, kur filloi jeta njerëzore bashkarisht. Prandaj Allahu xhelle xhelalu tha, mirësi është wa atal mala man amana billahi wal yawmil akhir, ai i cili e ka besu Allahun
gjithfuqishmin, krijuesin e gjitha këtyre krijesave të cilet nuk mund të ekzistojnë vetvetiu, por kanë krijuesin e tyre i cili me saktësi i ka krijuar në mënyrë absolute të drejtë dhe të barabartë. Amene billahi wal yawmil akhir, ai i cili është i bindur se për çdo fjalë që do të flet, për çdo vepër që vepron në jetën e kësaj bote, për të tjerët do të shpërblehet në ditën e gjykimit. Apo mos dash Zoti, për punët negative ndaj të tjerëve, për urrëtitjen ndaj të tjerëve, për zullumin ndaj të tjerëve, do të jep llogari para Allahut në ditën e gjykimit. Dhe ai i cili beson librat e Allahut të cilët janë të zbritur. Prandaj e pyetën Aliun radiallahu ta'ala anhu, ja imam, o imami ynë, me taqwa, ç'është devotshmëria të cilën Allahu e kërkon nga ne të arrijmë përmes muajit të Ramazanit? Tha, el khawfu min el jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yawmi rahil. Tha, devotshmëria është kesh frikë Allahun xhelle xhelalu kur takohesh ditën me te. Kesh dro Zotin tokë se çka vepron, çka flet, si rukton, si mëson, kujt ja jep krahun, ku është qëllimi yt për shkak se do të takohesh një ditë me Zotin tënd. Wal amalu bit tanzil, udhërofyesi jot të jetë në këtë tokë libri i Zotit tënd, sa ai është i gjithdijshmi, ai e di më së miri se ç'i duhet robit ti, çka është e mira për të në këtë botë dhe në ahiret, dhe se nuk është i krijuar pa një qëllim të caktuar. Wal qana'atu bil qalil, ai duhet të jetë i kënaqur dhe të jetë i pasur në zemrën e tij, por jo me trupin e tij. Të jetë i qetë në zemrën e tij, por jo me trupin e tij. Të mbështetet në Allahun në zemrën e tij, por jo me trupin e tij. Me trupin e tij duhet marrë shkaqe dhe sevepet për punë dhe mësim dhe angazhim dhe luftë, ndërsa qetësohet në rezultatet prej Allahut me zemrën e tij, wal isti'dadu li yawmi rahil, dhe të përgatitet duke mos haruar vdekjen, sa ai do duhet një ditë patjetër të takon Zotin e tij. Prandaj Allahu xhelle xhelalu e mëson besimtarin që në këtë botë mos të jetë individualist, por ai të shtrin dorën, wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba, të shtrin dorën nga ata të cilët i don, ka dashuri për të afërmit e tij. Ai nuk është rahat kur të afërmit e tij nuk janë rahat. Ai nuk është i qetë, ai nuk e merr xhumi dhe ul qurba wal yatama, kur jetimet të cilët Allahu i sprovoi me prindët e tij, ai nuk do të ishte rahat përderisa jetimet mbeten pa shkollë, përderisa jetimet mbeten pa ushqim, përderisa ata mbeten pa streh, përderisa ata mbeten pa mbrojtje, përderisa ata mbeten pa mbështetës. Wal masakin, ata të cilët kanë nevojë, wabni sabil, Islami e ka gajlen e atyre të cilët mbeten në rrugë. Ajeti kuranor vazhdon, Allahu xhelle xhelalu duke thënë, besimtari i devotshëm është ai i cili gjendet gjithmonë në krah atyre të cilët wasailin, lisailin, ata të cilët shtrin dorën për të kërkuar ndihmë. E besimtari nuk do duhet të kthen duart e tij të zbrazura, pa mbështetje. Wa fi riqab, për robërit të cilët janë nën robëri. Dhe kështu Islami jep vlerën e madhe lirisë. Për këtë arsye njerëzimi luftojnë derisa ta arrijnë lirinë e tyre. E besimtari do duhet të lufton me pasurinë e tij, me gjithë angazhimin e tij, trupor, fizik, shkencor, posaçërisht atë material që njerëzit të jenë të lirë me drejtsinë e Allahu xhelle xhelalu. Ata të cilët Allahu i sprovon në sprova të ndryshme fil ba'sa'i wad dharra,
ata të cilët sprovohen në fronte lufte, ata të cilët sprovohen në gjendje lufte, ashtu siç janë sot banorët e vendit të bekuar, banorët e Gazës, të cilët janë në gjendje të mjerueshme të luftës, e që bota sot i ka mbyllur syt, ata që e bën njerëzimin të drejton shikimin drejt tyre, pa dyshim se është takvallahu, pa dyshim se është besimi, të cilin nuk e le rahat prej anë kanë botës, t'i kujton ata dhe në momente iftari, t'i kujton ata dhe në momente qetësie, t'i kujton ata dhe në momente vështirësie, t'i kujton ata dhe gjithë ata besimtar, të cilët janë të sprovuar në trupin e tyre, janë të sprovuar me shëndetin e tyre, na bëjmë dua që Allahu t'i pastron, t'jetë pastrim për ta, Allahu t'i mshiron, Allahu t'i përgadit në derezhet të cilët ndoshta s'kan mundësi ata t'i arin në gradat e xhennetit përmes punëve tyre. Ulaika alladhina sadaku, tha Allahu, këta janë kategoritë e njerëzve të sinqert, këta janë të sinqertit, vetëm sinqeriteti e bën njeriu që ai të qëndron pa ushqim, pa pije dhe pa u afru me bashkëshortin e tij vetëm për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, wa ulaika humul muttaqun, pra këta janë të devotshmit, tha Allahu xhelle xhelaluhu. Në këtë muaj të bekuar, madhështor, të cilët gjendemi, është një gjendje madhore apo një rrëfim ngjarje madhore e cila ka ndodhur mund këtë muaj, e cila do të ishte mësim për gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. E ajo është dita apo ngjarja e luftës së Bedrit. Lufta madhore, Yawm al-Taqal Jam'an, dita kur u takuan di grupe, dita kur u dallua, u nda e vërteta nga e pavërteta, dita ku u nda i drejti nga i padrejti, besimtari nga mohuesi, ai i cili ishte mbas materializmit dhe ai i cili donte me dhënë jetën për të drejtat, për të drejtit, për jetimat, për drejtat e jetimit, për drejtat e të diturve, për lirimin e robëve, për pjesën e tyre materiale që ja kishin uzurpu, ja kështu pra besimtari, përmes agjerimit, përmes takvallëkut, i cili e edukon vetveten, ai i cili e mposht egoizmin, pastaj gjithsesi do duheshte me qenë krenar edhe për atë që i takon jetën e kësaj bote. Prandaj Allahu tha në Kur'an: "Wala tansa nasibaka min ad-dunya", mos e haro as pjesën tënde të jetës kësaj bote. Prandaj lufto me te, lufto për te, duke u munduar që të arrijm qëllimin e ahiretit. Ndonse kush e bën qëllim këtë botë, tha Allahu xhelle xhelaluhu: "Kullu nafsin dha'iqatul maut", çdo shpirt do ta shijon vdekjen. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah", por besimtari i cili kupton qëllimin dhe jetën e kësaj dunjaje, ai e kupton se një ditë do të ketë fund, e na shpërblimin e presim tek Allahu në ditën e gjykimit, por në ahiret s'mund të shkohet pa mjetet e kësaj dunjaje. Dhe besimtari do duheshte me qenë bashkë që gjithë një trup për ta mbrojtur pasurinë e tyre, për ta mbrojtur dinjitetin e tyre, për ta mbrojtur fenë e tyre, për ta mbrojtur nderin e grave, motrave, nanave tyre, për ta mbrojtur pasurinë dhe kështu me radhë, dhe për këtë arsye ata dolën në frontin e Bedrit duke mbrojtur pasurinë të cilin u kishin uzurpuar Mekasit e Mekës pa asnjë të drejtë, dhe duke dalur kështu në frontin e Bedrit, tha Allahu xhelle xhelalu në Kur'an: "Bismillahirrahmanirrahim, qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafira, yarawnahum mithleyhim ra'y al-'ayn, wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha,
inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Allahu tha kujtoni dhe merrni mësim nga di grupe të cilët u takuan, fi'atun tuqatilu fi sabilillah, një grup i cili doli që të lufton për të mbrojt pasurinë e tyre, dinjitetin e tyre, krenarinë e tyre, për të mos u dorëzuar dhe t'i përbuz dikush, për të njollosur dikush. Ata dolën që të luftojnë në emër të Allahut, për të qenë fjala e Allahut më e ngritura në shtetin e tyre, në shkollat e tyre, në jetën e tyre, në luftën e tyre, në punët e tyre, me dispozitat Allahut xhelle xhelalu, dhe grupi tjetër ata cilët luftonin për ta mposhtur tjetrin, luftonin për ta uzurpuar pasurinë e tjetrit, luftonin për ta shkelur tjetrin, luftonin për ta robëruar tjetrin, luftonin për ta mbajtur nën interesat e tij e gjithë popullin, një grup prej njerëzve, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafira. Kur dolën në betejë, në dy luftime sipër, ata nuk ishin të barabartë me numër, me qenë se pabesimtarët ishin shumë më shumë me numër se ata cilët luftonin në rrugt të Allahut xhelle xhelalu. Ishte trefishi i tyre. Por Allahu xhelle xhelalu tha, yarawunahum mithlejhim mar'iyal ayn. Allahu e bari që në sytë e kundërshtarëve, në sytë e armiqve, sytë e zullumqarëve, besimtarë të duken dyfish në sytë e tyre, ende më të fort nga se Allahu qëndron të mbas tyre. Prandaj tha Allahu xhelle xhelalu në Kur'an, wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhilla fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kujtoni o ju besimtar, ku Allahu ju ndihmoi juve në frontin dhe betejën e Bedrit, e ju ishit të pakt në numër, por Allahu është ai i cili yumdidkum rabbukum bi 5000 min al-malaika musawwimin. Allahu dërgoi ndihmën madhore nga qielli me 5000 melek në krahun e të drejtive, në krahun atyre të cilët e gradonin dhe ngrisnin njerëzit e dijes, duke i liruar pejgamberi Allahut robërit e mushrikëve, ata të cilët në këmbim din shkrimin dhe leximin. Por e gjithë kjo të mos mendojnë besimtarë se i gjithë rezultati dhe të mirat vinë nga mësimi i tij, nga puna e tij, nga mençuria e tij, nga zellshmëria e tij, nga forca e tij, por krejt kjo vjen si rezultat i ndihmës së Allahut xhelle xhelalu. Prandaj tha Allahu në fund, wa ma nasru illa min indillah. Ndihma, fitoria, rezultati, perspektiva nuk është në dorën e askujt në jetën e kësaj bote. Kjo është hidhërim për ata të cilët mendojnë se na do të arrijm gjithë në këtë botë, dhe është gëzim për besimtarët se mbase kemi Allahun e gjithë fuqishëm, nuk do të duhet që na të ligështohemi, por e gjithë ndihma është prej Allahut. Kur na të marrim sebepet, e më e mira është të distancohemi nga jeta materiale dhe të kapemi në përmes zemrave tona dhe të lidhemi, të afrohemi me Allahun xhelle xhelalu përmes devotshmërisë, duke e luftuar nefsit ton si individ, egoizmin ton, dhe duke e dhënë krahun shtresës dhe jetës njerëzore. Duke i ndëgjuar që gjitha këta argumentet kuranore, ka grupe prej njerëzve të cilët do të ndiheshin me keqardhje të madhe sepse janë të privuar nga agjerimi i Ramazanit, duke arrit shpërblimin e madh të këtij muaji të bekuar dhe duke mos mundur të jenë pjesëtar të këtyre grupeve të cilët e mposhtin dhe fitojnë betejën me egon e tyre dhe duke qenë mbrojtës të shoqërisë, por duke mos haruar asnjëherë se Allahu xhelle xhelalu është ai i cili sprovon njerëzit. Allahu është ai i cili alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Është ai i cili ka krijuar vdekjen që askush nuk ka ekzistuar fare,
Pastaj që gjithë i nxori në jetë dhe krejt qëllimi për të na sprovuar. E brenda sprovave është edhe sprova në shëndetin tonë. Prandaj Allahu xhelle xhelalu tha: "Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Nëse gjendeni në momente sprove, në kohë sprove, në smundje trupit tuaj, duke mos mundur agjerimin tuaj, atëherë jeni të lirë, jeni të liruar të mos agjeroni në muajin e bekuar të Ramazanit. E kur të shëroheni më pas, do të agjeroni ditë për ditë, duke mund të kompenzoni ditët e mos të ata cilët nuk janë agjeruar në muajin e bekuar të Ramazanit. Ata cilët janë të smuar janë në 3 kategori. Ata të cilët janë të smuar përjetësisht, kanë smundje të përjetshme, ata janë të smuar me smundje kronike, siç është kanceri dhe smundje të ngjashme me të, që nuk ka shpresë shërimi i tyre. Atëherë Allahu xhelle xhelalu ka dhënë liri për këtë grup njerëzish të mos agjerojnë, por të mund të paguajnë një lëmosh ditore për çdo ditë të agjerimit për të varfërit në fund të muajit të Ramazanit. E kështu ekziston edhe grupa e dytë e atyre të cilët janë të sëmur, është grupa atyre të cilët janë në moshë të shtyrë, të cilët nuk shpresohet për ta që të kenë mundësi edhe pas muajit të bekuar të agjerojnë. Dhe për këta grupe njerëzish vlen lehtësimi Allahu xhelle xhelalu që për çdo ditë agjerimi ata të paguajnë lëmosh ditore për shpagimin e ditëve të humbura nga mos agjerimi në muajin e Ramazanit. Prandaj Allahu xhelle xhelalu tha në Kur'an: "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allahu me fenë islame për ju dëshiron lehtësi e nuk dëshiron ngarkesë. Prandaj njerëzimi mos ta ngarkojnë veten përderisa janë të sprovuar prej Allahut xhelle xhelalu. Pase shërimi i takon atij. Nëse ai ka dashur që na të sprovohemi, duhet pajtohemi me caktimin e tij. Dhe është grupa e tretë të cilët janë të liruar nga agjerimi në muajin e Ramazanit, ata të cilët kanë sëmundje ditore afatshkurte, por që ka shpresë në shërimin e tyre, dhe gratë të cilët janë në ciklin menstrual të tyre, ata janë të liruar të mos agjerojnë ditët e Ramazanit, por ti kompenzojnë me ditë agjerimi mbas muajit të bekuar, e jo me pagesë si kompenzim apo shlim të muajit të atyre ditëve të cilët nuk i kanë agjeruar në muajin e bekuar të Ramazanit. Prandaj, për fund, na lutim Zotin e Madh që Allahu xhelle xhelalu ashtu siç i ka bashkuar krejt ummetin mbar botën islame përmes agjerimit, duke na bashkuar që gjithëve në sofrat e iftarit, i krejt ummetin në mbar botën islame që gjithë në një kohë të caktuar, të bashkuar, duke u kënaqur, duke u gëzuar me hapjen e iftarit. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lisaimi farhatan", për agjeruesin ka dy gëzime. Gëzimi i parë është kur të hap iftarin me familjen e tij, kur të lirohen eshtrat dhe trupi i tij, kur ta hjek dhe asgjeson etjen dhe urinë e tij, dhe me gjithë mbar muslimant duke parë sofrat e tyre të mbushura plot në gëzim me atë rizq të cilën Allahu ua caktoi, dhe shpresojmë që Allahu dhe lutje tek Zoti jon, mbesim në rahmetin e tij që ai na bashkon në babur Rayyan, në derën e xhennetit, të cilën e ka përgatitur vetëm për agjeruesit. Prandaj kemi qëndruar pa ushqim, kemi abstenuar nga mirësitë dhe kënaqësitë e jetës kësaj bote, dhe me padurim presim takimin ton me Zotin ton në xhennetin e Allahut, në babur Rayyan, se si është Zoti jon,
ashtu siç gëzohemi në sofrën e iftarit. Lut Zotin e Madh që Allahu të jep shëndet të gjithë atyre të cilët kanë mundësi të agjerojnë dhe të na e lehtëson gjithëve këta ditë të agjerimit dhe të jetë agjerim i pranuar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.